Varfëria çdo qytetari në këtë fundvit pasqyrohet më mirë se kudo tjetër në tregjet ushqimore në të katër anët e vendit. Këto janë pamjet e tregut të qytetit të Lezhës në këto ditë të fundit të dhjetorit. Ndonse jemi në prag të festave të fundvitit, blerësit janë të pakt. Të ardhurat e pakta kanë vënë në vështirësi qytetarët, duke sjellë rënje të fuqisë blerëse, thon tregtarët. Ka zotë s'ka njerëz. S'kena ku mi marrë vesh i bankin balte. Mi ba të pabore. Del që të më punë, vesh ka të dal. Me marrë fishe që umë është i copë buk për kalamajt. Me pa qenë që ki malë, dhe t'ishte shit, e dhe t'ishim kret për smari, edhe 2500 leka kilja rrushit, e ne nuk ato blekush. Jam të pagu 50.000 lekshin muj që do. E se kam shqit as gjisë në legve, kam 2 muj pa halaqe. Po a shefti, 3 dit para krishlinjeve, rëb kleske në treg. Ina të qa me letë, kena marrë malin e su në shesin. Ina bo me dalmensh, ina bo me fiksim, janë bo budal njështit. Se vish dhe lek të shtetin e zdëve 2 si ku amër lekun të jesë shetë e shaban. Konsumatorët thonë se çmimet janë të papërballueshme dhe me të ardhurat e tyre kanë të pamundur të festojnë pa ndihmën e fëmijëve që i kanë emigracion. O, bona ball, me 100.000 lek pension. Kam i qua ata, ku mi qitë më parë. Lëna për zotin. Shumë shtrajt gjithçka për zotin që kam dhe, asi gjo. Çmimet të ngrasim me rrogat, me pensionet, dihet që janë të nalta, s'përballohen, por sigurisht që na animojnë fëmija, kalojmë pensionin tonë, dihet ajo punë me mi jetua. Rënja e fuqisë blerëse ka falimentuar shumë biznese në Lezhë gjatë viteve të fundit, duke detyruar tregtarët që të mbyllin aktivitetin dhe të gjejnë mënyra të tjera punësimi.